Edhe në Shkodër po festohen sot Pashkët si simbol i ringjalljes, paqes dhe besimit. Me qindra besimtarë mblodhen në mesnatë në Katedralen Katolike të qytetit, duke pritur ringjalljen e Krishtit. Korrespondenti ynë Pëllum Sulo njofton nga Shkodra. Besimtarë të shumë të Shkodrës u mblodhen në mesnatë në Katedralen Katolike të qytetit duke pritur me lutje dhe këngë ringjalljen e Krishtit. Gjatë meshës së Pashkëve, arqipeshvi i Shkodër Pultit, Imzot Engjell Masafra, tha se misteri i Pashkëve i ngjet misterit që besimtarët shqiptar përjetuan gjatë 45 viteve të kaluara në diktaturë. Imzot Masafra tha se fitoria e diktaturës ishte e përkohshme sepse në fund ka fituar besimi dhe liria e vërtet. Pashka për të gjithë ka këtë domethënien, që të jetojmë në pace, me vetë, me të tjerët, në përmjet të Zotit. E mund të realizohet pikërisht ky misteri i Pashkëve i faljes, në përmjet sakramentit të rrëfimit. Vërtet, Zoti na fal, Zoti justifikon, Zoti harron. Shko e mos më këtë në më. Imzot Masafra tha se pavarësisht vrasjeve, krimeve dhe akteve terroriste që ndodhin sot në botë, fjala fundit i përket Zotit dhe njerëzimit. Edhe sot e këtyre dytëve, sa tragjedi, sa vrasje makabre, fjala e fundit nuk është këtyre burrave o këtyre terroristeve. Fjala e fundit është do të jetë i Zotit. Edhe nëse si për Krishtin, e fundit që është ringjallja ka kaluar nga vujtja, nga vdekja, kështu është për njerëzimin. Për këtë, në këtë natë, do të themi faleminderit o Atë, faleminderit o Jezus. Shkodra është qyteti ku pas një periudhe të gjatë të përsekutimit të fesë dhe besimit nga regjimi komunist, ishin vetë qytetarët pa dallim besimi që u ngritën për të rihapur institucionet fetare, duke i hapur kështu rrugën proceseve demokratike në Shqipëri. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllum Sulo.